Apo e zëvendëson psikologun inteligjencë artificiale? Na psikologët e dim që s'ka me zavendësu. Për shkak se nashta na dojna me menu qashta. Mirë po Apo në që pjule pa fumë aty? Jo, për shkak një dinamike që njerëzit e kanë. Për shembull nëse thojmë një dinamike, po flasim për një dinamike të pavedishme, të paravedishme edhe të vedishme. Që kjo është një energji psikologjike cilën na e kena. Dhe lojnat që din me lujt çdo tri energjia, sa ka me ditë inteligjenca artificiale me integru, me kriju një matricë e cila integron të tri çdo procese. Sigurisht që nëse ti e pyet, jam në ankth, dhe kam një gjendje të keqe në po kaloj, ai ka me të kthy ty përgjigje. Mi po nuk është në gjendje me perceptu çka po ndodh në çdo dinamika. Normal që ai përgjigjet njëjtë sikurse psikologu çush po përgjigjet. Por nuk është në gjendje me pa si proces dinamiken e egodinamizmav cilat ndodhen në çato pyetje cilat ty t'i ban klientin këtë rast. Kështu që ti mundesh me u përgjigj, po e kuptoj që ti po ndjehesh, e kuptoj që ndoshta ti ke nevojë për përkrahje më shumë psikologjike, e kuptoj këtë gjë ose më thon, po çush kishe më ofru ti zgjidhje dhe një çush na ju thojna, por nuk ka mundësi me zavendësu çet pjesë. Për shembull, teoritë kryesore janë teoria psikoanalitike për me kuptu njerëzit, edhe është teoria tjetër që është teoria e Abraham Maslowit, që është teoria hierarkia e motiveve. Dhe kur i ban, veç kur i studian çdo dyat, domethënë ti ke më pa që në realitet inteligjenca artificiale nuk mundet me i zavendësu. Shiko, mundet me zavendësu atë aspektin emocional, përkrahjes emocionale, po me kuptu ndjenjat, edhe çush ka mundësi me kuptu selfin, qatë konceptin e selfit, qatë ndjenjat e mbrëmshme të një individi. Çush ka mundësi inteligenca artificiale me kuptu qatë unitetin ose qato të veçantat që i ka një individ. Kështu që çdo individ është unik në vetën e tina, kështu që ka mundësi çdo matrica me kuptu këto. Sigurisht kjo e ka botën pasigurt, edhe normal që neve psikologëve na vjen zheg kur po na thonë kena më zavendësu, po njëkohësisht edhe atyne që menojnë që kanë me na zavendësu, edhe atyne du të një orë zheg, sepse që dinamiken, që psikodinamiken energjive psikologjike, nuk besoj që ka mundësi me zavendësu. Për andaj gjykimet tona, botkuptimet tona, bashkëndjenja që na e kena, nuk besoj që mundet inteligjenca artificiale me zavendësu.